as pjesa që ai mund të ketë bërë një kthes në jetën e tij nuk duhet paragjykuar për sa kohë që ka patur një shkëputje nga jeta jashtë, pra jashtë ambienteve penitenciare, ku ka vuajtur një pjesë të dënimit të tij dhe në vitin 2015, kur del nga burgu, dhe po të ketë atë shoqërinë me njerëzve në çik me lek ata, nuk sa pa lek, bën jetë mirë. Për shembull dhe stili i veshjes, nëse shohim edhe një herë këtë stilin e veshjes, çive unë duket që është veshur dhe bukur dhe shtrenjtë. Po. Pra, do të thonë, edhe është maskuar dhe pra nuk duket, ha? Jo të mbaroj Marini, jo. Jo. Jo që të mos të ndërpres, po ta mbaroj. E drejtë është ajo pjesë. Do të them, thjesht me çfarë mund të hipotezojmë. Jo. Por pyetje shumë e thjeshtë, me çfarë jeton ky njeri? Me çfarë lekësh? Po me kaq se sa lek tani. Këta lloj personazhe që dikur kanë qenë alfa, personazhe alfa në kriminalitetin shqiptar, kanë krijuar linja dhe kanë rritur shumë gjenerata, të cilat deri diku janë mirënjohës. I kanë bërë të pasur këta njerëz, ata. Dhe i kanë siguruar kontaktet, trafikimin, kjo ajo, dhe ata kanë krijuar shëndetin e tyre, pasurimin e tyre në këto vende. Sidomos në vendet ku ende vazhdon të. Dhe jo vetëm për raste konkret, por kemi disa raste ku këta lloj individësh ndjejnë mirënjohje ndaj paraardhësve të tyre në thonjza dhe i sigurojnë kushte, shtëpi me qira, ushqimin, një makinë dispozicion, gjithçka dhe të jenë vetëm aty. Pra në shenjë edhe mirënjohje, edhe mbrojtje patjetër. Pra kjo tregon që nuk është shkëputur nga krimi, pra ka akoma lidhje me ky mund të jetë në kontakt me njerëz të krimit, po vetë nuk është kriminalitet. Po derisa ka lidhje me derisa i mbajnë persona tregon që është pjesë e atyre. Sepse edhe policia spanjolle nuk kishte ndonjë në rekordet, nuk ekzistonte asnjë dhënë për këtë person që të kishte kontakte me këto grupe që i kishin siguruar strehim. A më kupton? Ja pak skeptik. Jo fakti që ekstraduan, po. Se po të kishte një vepër do ishte më vështirë ekstradimi, por edhe lokalizimi do ishte më i hershëm. Patjetër. Po nuk ka shkuar në Spanjë për të kryer vrasje, ka shkuar për aktivitet për fituar para, nëse do bjetonte. Vrasjet i ka kryer në Shqipëri, vrasje është vepër më e rëndë penale se sa pavarësisht para në mënyrë paligjisht. Nuk mund ta themi. Nuk është se autoritetet shqiptare apo Interpoli në këtë rast që ka bërë negociatat për nuk ka patur një vendim apo një pretendim nga pala spanjolle që ky individ në shtetin spanjoll merret me një aktivitet kriminal që mund vështirësonte ekstradimin e tij.